I nderuar drejtori i gjimnazit Zotri Galip Abdiu, i nderuar zëvendës drejtor, të nderuar mësimdhënës, të nderuar prindër dhe ju të nderuar dhe shumë të respektuar maturantë. Sot është një ditë e veçantë, një ditë që shënon mbylljen e kapitullit të rëndësishëm në jetën tuaj dhe hapjen e dyerve drejt ëndrave të reja. Është një ditë që na mbush me emocion, krenari dhe shpresë. Të dashur maturant, ju përgëzoj për këtë arritje të merituar, ju e keni përfunduar një udhëtim që nuk ishte gjithmonë i lehtë, por që patjetër ju ka rritur, ju ka formuar dhe ju ka përgatitur për sfidat që ju presin përpara. Në bankat e gjimnazit nuk keni marrë vetëm dije, por keni mësuar si të mendoni, si të pyetni, si të dëgjoni dhe si të besoni në vetveten. Sot nuk është fundi, por është një fillim i ri. Rruga që ju pret nuk është gjithmonë e qartë, por ajo është e juaja. Prandaj, mos keni frikë të gaboni, mos nguroni të ëndrani dhe mos hiqni dorë nga përpjekja për të qenë më të mirët që mund të bëheni, sepse suksesi nuk matet vetëm me nota apo me diploma, por me guximin për të ndjekur pasionin tuaj, me përkushtimin për të sjellë ndryshim dhe me ndershmërinë për të besuar në vetveten. Të nderuar prindër, ju falenderoj për krahjen tuaj të palodhur, për sakrificat dhe dashurinë që keni dhënë çdo ditë për fëmijët tuaj. Pasi që sot edhe ju diplomoheni bashkë me ta, nga prindër të fëmijëve të shkollës në prindër të diplomuarve që janë gati të vazhdojnë drejt së ardhmës së tyre. Të nderuar mësimdhënës, një falënderim të veçantë edhe për juve, pasi që dihet fakti që ju nuk jeni vetëm mësues, por jeni frymëzues, udhërrëfyes dhe model i qëndrueshëm për nxënësit tanë.